Vetëm një gjethe aloe vera jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, aloe vera është një produkt i zakonshëm në çdo kabinet mjekësor. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, ajo përdoret gjërësisht edhe në qetësimin e problemeve të lëkurës, por jo vetëm. Por a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë shumë përfitime për shëndetin? Gjeli aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efektive për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se ta shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë dy lloje kryesore të lëngut të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëngun që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme e gjethes, këshillon dietologja Miacin. Ky version përjashton lateksin dhe minimizon riskun e efekteve laksative. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Miacin dhe specialistëve të ushqyerjes holistike, sipas MD, duhet të përfitoni nga lëngu i aloe verës duke ndjekur këto këshilla në rutinën tuaj ditore. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga përdorimi i lëngut të aloe verës? Aloe vera është e pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për ju. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër stresit oksidativ. Gjithashtu ato përmbajnë minerale shumë të rëndësishme siç janë për shembull kalciumi, kromi, hekuri, mangani, magnezi dhe zinku. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin gjithashtu të komplikacioneve të ndryshme. Aloe vera është një bimë që mund të japë shumë përfitime edhe për lehtësimin e problemeve tuaja të kapsllëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës ndihmon në përmirësimin e shëndetit të lëvizjeve të zorëve dhe lirëmin e konstipacionit. Duke ndihmuar në higjienën tuaj të brendshme, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjithashtu edhe gjendjen tuaj të lëkurës. Ndaj përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Aloe vera është e mirë për shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i krijimit të akneve dhe problemeve të tjera të lëkurës. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen tuaj të lëkurës dhe ta bëjë atë edhe më të shëndritshme, citon Healthline. Aloe vera është një bimë e cila mund të japë shumë përfitime edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Një studim i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës te personat prediabetik mund të ndikojë në uljen e niveleve të sheqerit në trup dhe brenda disa javëve do të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Aloe vera është një bimë e cila do të japë përfitime për shëndetin e lëkurës dhe do të mbajë larg inflamacionet. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C dhe vitamina E që gjenden me shumicë te aloe vera funksionojnë si antioksidant të cilët do të reduktojnë gjithashtu edhe problemin e inflamacioneve. Ato luftojnë në problemin e radikaleve të lira që vijnë nga ndotja, duhani, gjithashtu edhe pirja e alkoolit. Ndaj përdorimi i aloe verës në këto raste mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për ju, shpjegon dietologja. Aloe vera përforcon sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në sistemin tuaj imunitar, duke mbështetur kështu procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të trupit. Aloe vera lehtëson urthin dhe refluksin tuaj, duke dhënë rezultate fantastike në këtë aspekt. Një studim i vitit 2015 sipas Cleveland Clinic tregon se lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të urthit dhe shqetësimeve të tij duke reduktuar refluksin e acidit ose problemin GERD, që përmirëson gjithashtu rezistencën e zorës dhe jep zgjidhje efektive kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë aloe vera përdoret me kujdesin e duhur, ndikimi i saj në shëndetin tuaj do të jetë gjithashtu edhe një përfitim menjëhershëm në dobi të shëndetit. Ekspertët shtojnë se përdorimi i aloe verës në përditshmërinë tuaj do të jetë një mburojë shumë e çmuar në dobi të vlerave të tij. Duhet ta përdorni aloe verën me kujdesin e duhur, në mënyrë që ajo të japë rezultatet e shumëpritura.
Bima e aloe verës përmban çuditërisht nivele shumë të larta të antioksidantëve. Këto të fundit ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër radikaleve të lira, që shoqërohen edhe me komplikacione të njëpasnjëshme. Mosha e bimës aloe verës ka një rëndësi të veçantë në luftën kundër radikaleve të lira. Ndaj përdorimi i aloe verës në përditshmërinë e dietës suaj me kujdesin e duhur, do të japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Aloe vera ndihmon gjithashtu edhe në sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave të cilat bëjnë mrekulli edhe për sistemin tuaj tretës, duke ju ndihmuar të lehtësoni këto komplikacione. Përsa kohë ajo përdoret në mënyrën e duhur, do t'japë gjithashtu edhe rezultate fantastike. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore në dobi të shëndetit tuaj. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacidet natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. Të tjerat mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve të mira. Aloe vera është një bimë e cila do të japë shumë përfitime në dobi të shëndetit dhe si e tillë mund të ndikojë pozitivisht për ju. Nëse doni të përfitoni nga bima aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja, siguroni ta përdorni atë si duhet. Aloe vera do t'japë rezultate të kënaqshme mbrojtëse edhe për shkëlqimin tuaj të lëkurës, duke u bërë që të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe plot shkëlqim. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen shëndetit tuaj të lëkurës në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Dhe përdorimet të tilla të aloe verës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre problemeve. Minerale kyçe të tilla si cianozinku që gjenden te bima aloe verës do t'japin rezultate të kënaqshme për shëndetin tuaj. Ndaj siguroni ta përdorni atë edhe për lëkurën duke ditur rëndësinë e madhe që ka aloe vera. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër problemit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së lartë të mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kyç në produktet e bukurisë, aloe vera ndihmon në reduktimin e problemit të akneve, duke ju bërë që të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe plot gjallëri. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut, dhe përdorimi i aloe verës në këtë aspekt mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj. Aloe vera pakson në dhimbjet. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçantë është më e rëndësishme dhe më e mira për luftën në paksimin e dhimbjeve. Kjo quhet diskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të tepruar kur përhapet në lëkurë për të larguar dhimbjet. Për më tepër, kur përhapet në lëkurë, të gjitha enzimat e bima aloe verës mund të përdoren kundër indeve të lëkurës dhe gjithashtu krijimin e komplikacioneve të tyre. Aloe vera është një bimë e cila mund të japë shumë përfitime në reduktimin e problemeve të dëmtimit të flokut. A e dini se aloe vera mund të ndihmojë dukshëm në rritjen tuaj të flokut dhe mbajtjen nën kontroll të problemeve të tij. Enzimat përbërëse që gjenden te aloe vera do t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj të flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë aloe vera përdoret në kujdesin e duhur dhe në mënyrë natyrale, ajo do të balancojë edhe pH-in e flokut tuaj, duke ju ndihmuar që t'i jepni fund këtyre komplikacioneve dhe t'i jepni rezultate mjaft të mira edhe në rritjen e flokut dhe jo vetëm. Aloe vera është një bimë e cila mund të rritet edhe në shtëpinë tuaj, dhe përgatituni të merrni përfitime të larmishme në dobi të vlerave që ajo ofron. Duke e përdorur në përditshmërinë e dietës suaj, aloe vera është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të stomakut. Vaji i aloe verës ka disa avantazhe shumë të mira kundër inflamacioneve. Ajo ndihmon gjithashtu në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tuaj tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionin dhe refluksin e acidit. Aloe vera është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, dhe ekspertët shtojnë gjithashtu se përdorimi i saj në dietën tuaj do të përmirësojë edhe imunitetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.